Segmenti i ri rrugor që lidh lagjen e Korçarëve pranë zonës industriale të Fierit është një investim i shumë kërkuar prej banorëve, por sipas tyre ndërhyrja nuk duhet të ndalet vetëm në këtë segment. Investimi, thonë ata, duhet të vijojë edhe brenda zonës së banuar, ku rrugët vijojnë të jenë të amortizuara dhe prej vitesh presin ndërhyrjen e pushtetit vendor. Një prej banorëve, i cili prej vitesh ka ngritur shqetësimin për mungesën e investimeve në këtë zonë periferike, shpreh se komuniteti ende përballet me probleme të shumta infrastrukturore. Për te gjendjes së rrugëve, një tjetër problem shqetësues është edhe mungesa e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza, një situatë që sipas banorëve kërkon ndërhyrje të menjëhershme. Banorët thonë për televizionin Apollon se deri më tani, familjet e lagjes së Korçarëve i kanë shkarkuar ujrat e zeza në sistemin e kanalizimeve të ish azotiku të Fierit, por pas prishjes së kullave dhe ndryshimit të situatës në këtë zonë, subjekti privat i ka njoftuar familjet se këto shkarkime duhet të ndërpriten. Kjo situatë ka krijuar një problem të ri për komunitetin. Në mungesë të një rrjeti funksional të kanalizimeve të ujrave të zeza, banorët shprehen se ekziston rreziku që ujrat e ndotura të përfundojnë në mjediset publike, në rrugët e lagjes apo në kanalet e hapura të ujrave të bardha. Një situatë e tillë vetë shqetësimit për jetën e përditshme të banorëve mund të kthehet në problem për shëndetin publik dhe mjedisin, kanë thënë banori. Sipas të njëjtit burim, komuniteti i lagjes së Korçarëve në zonën industriale pranë fshatit Driz kërkon nga Bashkia Fier që të ndërhyjë sa më shpejt për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza. Për komunitetin e zonës, ndërtimi i KUZ-s është një ndërhyrje emergjente për të shmangur ndotjen e mjedisit dhe për të garantuar kushte më të mira jetese për familjet e kësaj zone periferike. Në radhë parë duhet të përshëndes juve si televizion. Keni qenë pranë në çdo kohë. Në çdo kohë që neve ju kemi njoftuar, ju keni ardhur. Problem? U baja rruga deri aty. Te cepi. Tashi, deri aty u bë këtu e lanë. Pse e lanë? Se jemi sa familje këtu ne. Në vend që ta bënin këtë, për të na ndihmuar neve si familjarë, komitet njerëzish, e thallën deri aty edhe e lanë. Tashi pse mos bëhet kjo? Qa ka? Kemi kërkuar tjetër. Na bëhet një kanalizim i ujrave të zeza. Se kullat aty ne i derdhmin përpara, i kemi derdhë që në fillim edhe deri kullat tash ju. Aty e i privati do bëj që do bëj punë e tija. Na kanë njoftuar për të kanalizimin se të blokojnë ato aty. Edhe këtë kemi njoftuar, edhe këtë qendrën administrative, bashkinë, të gjitha kanë erdhur, i ka shikuar, do ta rregullojmë, po bën me vite. Ka ngelur pezull kjo punë, ja, kulla të prishin. Tash i vetë lusmin ai ku do vënë ujrat tona. Le të bardhat, po e zezat ku do vënë. Çfarë do mbyten neve këtu? As ndihen njeri përgjegjësi fare. Vinë, ama ndërman, kur vinë votimet, qëti do bëjmë këte, do bëjmë këte, o sa bukur t'i thonë ato lafet. Për qef. Edhe vërtet na i gënjin mendjen. Pasaj ulam, tash i shpresojmë. Ngella na me shpresa. Po rruga që u bë, ju vjen në ndim, pra ka qenë një rrugë amortizuar, shkatruar. Ka qenë amortizuar fare, u rregullua një herë. Erdhi kjo kompania këtu i bëri këtë në stacionin e ri, me mjetet të rënda, me tëra, u bëu prish, u shkatrua. Ju kemi thënë, jo do ta bëj ajo kompania, ata ikën fare, e mbaruan e ikën, edhe kaq. Tani më e bëri bashkia. Tashi, se ç'o bëj bashkia? Ata thonë do ta bëjmë, po kur do ta bëjnë? Po rruga deri në fillim të lagjes tuaj ka ardhur, rruga është e re. Deri atje në fillim po, po këtu pse kanë frikë nga neve ata? Brenda lagjes. Aq 200 metra është kjo. Për 200 metra e lënë.